Faleminderit shumë Bashkia e Shkodrës që i keni vu tani të lojra. Po na pëlqen shumë sepse ne na duke u kënaqur shumë tani s'kena pas ku me lujt. Unë falenderoj shumë Bashkinë Shkodër për këto lojra. Tani argëtohemi më shumë se që jemi argëtuar me parë. Më pëlqejnë shumë këto lojra. Më shumë më pëlqen kjo lojra me lojtar. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë një projekt të risi për fëmijët të qytetit të Shkodrës. Një bashkëpunim mes Bashkisë Shkodër dhe Shkollës Pyjore Kol Margjini, i cili sjell disa kënde lojrash druri për fëmijët të qytetit në hapësirat e lulishteve, pranë pallateve dhe pranë hapësirave. Ky bashkëpunim mes institucionesh tregon jo vetëm profesionalizmin e nxënësve dhe mësuesve të shkollës, por edhe rëndësinë që ka arsimi profesional në zhvillimin e komunitetit tonë. Ky është një projekt i cili ne si shkollë na bën krenar, pasi të gjitha këto objekte janë krijuar nga nxënësit e shkollës pyjore gjatë praktikave profesionale. Kjo është një dëshmi e qartë që arsimi profesional përgatit profesionistë të cilët japin një kontribut kaq të madh për komunitetin. Kur institucionet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, realizohen gjëra shumë të bukura, siç realizuam sot këtë kënd lojrash. Uroj që fëmijët ta gëzojnë dhe ta shijojnë sa më shumë.